Përshëndetje të respektuar. Në një prej videove të kaluara, ju pata porositur që t'i lexoni memoaret dhe monografit e njerëzve të mëdhaj. Pata thënë aty se përgjatë leximit të jetës dhe veprimtarisë së personaliteteve, aty në ato rreshta manifestohet ndonjë ngjarje, ndonjë epokë e rëndësishme historie, ndonjë periudhë në të cilën ka ndikue emri i atij personaliteti. Do me thonë, duke lexu për personalitetin e personit që është në atë libër, ti në të njëjtën kohë lexon për ngjarje në të cilat ky njeri ka ndikuar, i ka inicuar, i ka ndaluar dhe të ngjashme. Lexon më sakt sekuencat kryesore të asaj periudhe apo të asaj ngjarje historike. Andaj edhe sot ju porosis, lexoni personalitetet e shquara në botë, keni çka mësoni aty për rreth gjithë emrit të atij individi, personi që e lexoni. Rëndësinë e kësaj këshille atëherë dhe sot do ta kuptoni edhe më qartë në minutat në vazhdim përgjatë shpjegimit të kësaj video. Dhe fjala është për personalitetin dhe rolin e Donald Trump në ndaljen e kasaphanës mbi palestinezët në Gaza dhe shpresa e madhe për krijimin e një lindje të mesme të re pa lufta, siç jemi mësuar të lexojmë, e dëgjojmë, e të shohim për dekada të tëra. Sido që tjetë, pas iniciativës së fundit të Trump, lufta në Gaza më në fund merr fund. Pavarësisht disa shkeljeve sporadike të rënda shumë herë të fundit që po i bën Izraeli, megjithëse janë dhënë garanci ndërkombëtare si gjatë negociatave, si në kohën kur po nënshkruhej marrëveshja nga katërshja e madhe e kyçur në atë marrëveshje. Përsa shihet në tekstin e gjithë asaj që ka ndodhur, janë përmbushur një nga kërkesat themelore të Hamasit, të cilat i pati kërkuar më parë. Fjala është për armëpushimin në mënyrë që të fillon edhe lirimi i disa të burgosurve izraelit. Kjo ka qenë kërkesa e Hamasit. Trumpi, si Trump, vendosi një afat për lirimin e këtyre të burgosurve të gjallë, por të gjithëve kësaj radhe, kthimin e trupave të vrarve dhe ndërprerjen e armiqësive midis dy popujve. Hamasi, siç thash pak më parë, i përgjigjet pozitivisht këtyre kushteve, duke i liruar të burgosurit dhe duke filluar me lirimin apo dorëzimin e trupave të vdekurve izraelit në Gaza, megjithëse është një proces shumë i mundimshëm i kërkimit të këtyre trupave për shkak të shkatërimeve të gjëra në Gaza dhe burimeve të kufizuara. Kjo është e dyta më e rëndësishmja financiare për të lehtësuar kërkimin e të vdekurve izraelit dhe që kanë mbetur në gërmadha. Pyetja më qendrore, më e rëndësishme që dua ta shtroj në këtë video është me sa vjen. Pse Donald Trump e ndali luftën në Gaza tani dhe jo ta zom me një herë pasi e mori udhëheqjen e shtëpisë së bardhë me 20 janar. Përgjatë hulumtimit të përgjigjeve të kësaj pyetjeve, përgjatë leximit të analizave, unë ju kam thënë ndoshta edhe përpara, po, se jam lexues i pasionuar i këtyre memorialeve, i këtyre librave autobiografik
të njerëzve. Më besoni, kam mësuar ngjarje në botë, procese në marrëdhënie ndërkombëtare, sa ti kërkoja ndoshta me muaj e me vite, nuk do të mund t'i gjeja ato që i kam gjetë në një libër 2, 3, 10 mbi personalitetet botnore. Sido që t'jetë, përgjatë përpjekjeve me e gjetë përgjigjen në këtë pyetje, pse bashtash dhe pse me njëherë masi bëhet president, kam ardhë në një përmbledhje 5-6 pikëshe si përgjigje të kësaj pyetje. 1. Kryesorja, pse tash, është ritmi i përshpejtuar i presionit ndërkombëtar. 1. 2. Përkeqësimi i tmerrshëm i situatës humanitare në Gaza, ku filluan me qindra njerëz të vdesin nga etja uria dhe mungesa e ilaçeve. 3. Që është shumë e rëndësishme, njohja e shtetit të Palestines nga vendet perëndimore aleate tejet të ngushta me Izraelin. Për shembull, Britania e Madhe, Franca, Kanada, Australia dhe disa vende të tjera, dhe për të stopuar apo për të mos marrë edhe më shumë frymë e fuqi këtë njohje të reja, shkoi Trump në ndaljen e luftës. 4. Ka disa ekspert të cilët këtë shënjestrimin e udhëheqësve të Hamasit në Katar nga aeroplanet izraelit, si dhe zhvillimet pasuese rajonale pas bombardimit të Dohas, e konsiderojnë njërën prej arsyeve ndër më kryesoret të përfundimit të kësaj lufte dhe arritjes së marrëveshjes, sepse ishte bombarduar një mik për logjik zemrës i Amerikës, siç thuhet, një financues i shumë projekteve amerikane, një shtet i cili kur kërkon Amerika të investohet diko, apo të ndalen investimet diko, e bën sa qel e mshel sët, dhe më kryesorja u bombardua një vend një shtet i cili ishte një prej 2-3 faktorëve kryesor të zhvillimit të negociatave midis Hamasit dhe Izraelit. 5. Është konsiderohet edhe presioni i Turqisë. Presioni i madh i Turqisë mbi administratën Donald Trump dhe mbi te personalisht. Pse të mirët në konsiderat presioni i Turqisë? Shumë thjesht. Është një kohë kur e ardhmja e Amerikës si superfuqi varet shumë nga raportet me Turqinë, duke synuar Kinën. E shpjegova në 2 videot e kaluara, roli i elementeve të rralla, xeheve të rralla në mbijetesën e fuqive dhe superfuqive si fuqi e superfuqi në të ardhmen. E gjithë teknologjia në botë varet nga këto, dhe 41.6 trilion dollar xehen në tokë mineralet të rralla janë bereqet i Allahut në duart e turqve, të kombit turk dhe të shtetit të Turqisë. Që 2 vite, Tom Barak, i emruari ambasador i Amerikës aty dhe i deleguari special i Donald Trump në Siri, pra ambasadori Amerikan në Ankara, ai është duke e vëzhguar situatën, duke bë çfarë është e mundën për te në përmes shërbimeve të caktume amerikane për të përcjell procesin e hulumtimit të këtyre xeheve të rralla, dhe siç është thënë se në vitin 2026 Turqia veç fillon përpunimin dhe futjen në punë apo edhe shitjen e tyre. Konsiderohet se në 5 vjetët e para, kur futën në përdorim këto elemente të rralla të Turqisë, fitimi do të jetë sa 40 vjet pas fillimit të avancimit të industrisë ushtarake të Turqisë. Do me thonë, me folë kosovar, që harrone
ato drona, ato raketa, ato aeroplana shka është të i bo Turqia, në kuptim të përfitimeve që do t'i sjellin elementet e ralla. Thjesht, deri sot, Turqia shpallet fuqia e dytë në botë sa i përket pasurisë nëntoksore pas Kinës. Me sasien që e ka, Turqia 694 milion tonelata, o shumë para Kinës. Kina i ka 440 milion. Por për shkak se Kina është vendi i vetëm në botë që e ka avancu industrinë e nxjerrjes, pastrimit e ndarjes së atomeve të këtyre xeheve të ralla, megjithëse që ka vetëm 440 milion. Turqia 690 të tepër konsiderohet Kina e para. Dhe natyrisht Tom Barak, Amerika, SBA-ja, Donald Trump i ka rënë trag kësaj pune dhe është në gjendje që ta dëgjoj Erdoganin dhe Turqien edhe aty ku deri para zbulimit të këtyre gjanave as që do ta merrte në konsiderat. F-35 që raketat S-400 që i blejti e prisha me Evropën, e sene shkoj Turqia deri dikun që mendohej se u bo nami në raportet e saj me botën perëndimore. Por Trump e ktheu situatën në pikën zero. Aty nga ku do të fillohet rishtas raporti perëndimor turk. Pikërisht për shkak të elementeve të ralla. Se çfarë e qysh e tek e sa janë, e kam shpjeguar në 2 video të kaluar. Dhe pika e 6, përse Donald Trump e mori këtë vendim pikërisht tani e jo më parë, është edhe presioni i Arabisë Saudite. Këtë nuk mund ta mohoj askush. Miq, unë ka njerë po i bëj disa digresione këto për t'i fut në video, gjithmonë me njetet e mira, edhe ata të cilët e shikojnë botën nga një lup e ngushtë. Për shembull, kur po përmendet Arabia Saudite, Egjipti, Turqia, vendet e tjera, Evropa, secili sipas ideologjisë dhe bindjeve të veta, fillojnë ato kritikat, më thëmë, sharjet, që Arabia Saudite vendi i tauhidit, që Turqia vendi osmanlive në ka sliru, që Egjipti knej, që Evropa pa Evropës kemi jetë, që perëndimi Amerika në ka çliru e sene, o njerës të mirë, o miq e vllazni. Ne po mundohemi me shpjegu gjana që janë të dobishme me i dëgju. Mos i merrni fjalit me i nxerr prej një video 30 minuta, 40 minuta, e tha filani këtë fjali dhe në bazë të asaj fjalie ti me quhen qiell apo me diskreditue para njerëzve kince, me diskreditue. Kjo është mënyrë komuniste, është mënyrë anti-islame, është shpërfaqje e një ignorancë, një gjahilieti të rënë. Mos u merrni me fjali të vetme të një dietari, tash po dal prej temës këtu që ka në raport me mua, mos u merrni me vetëm një fjali të një dietari, siç bëjnë xhahilat. E të gjitha rrafshëve, edhe islame kënej, edhe islamofobe, edhe ateiste, edhe sekulariste, edhe demokratike, edhe e ka thonë filani këtë fjali dhe ai mu boj dal. Ose e ka thonë filani këtë fjali dhe ai du të më qiten në kofet bërloket. Jo, shqene pikpamjen e përgjithshme të një dietari. Pikpamjen, kontributin e përgjithshëm. Bile, mos heni bre me e targetu, ose me e cilësue. Lista e të mirëve, lista e të këqive, me njebo, lexoni bre, vish lexoni, moshne, si që më ka thonë abeja jam, Allahi ja bov dritë në dynja edhe në ahiret. Kur pa ta shkue në Egjipt në studime, ka pas nalë, e ka pas zakon, kur kemi qenë fëmi, gjdo të ejte, gjyma prama, thë i kenana, gjdo të ejte, pas namazit të sabahit, këtë akshamit, në falni, namazën akshamit zakonisht e falë shumë me gjemat aty, në 3 djemt, motra, nana, me babën, të migjes, arshin aty, se imi konë me një shpi, edhe zakon e ka pas, abeja pas namazit të akshamit, kur u kthejke me bo aminin, mas ju kryshin të spit, 10-15 minuta me namaz vaz, gjde javë.
traditë konë në shtëpinë tonë, abeja më na këshillu përveç këshillave të cilat marrall vet, po shumicën nëpërmes nanës. Nana na thëjë, abeja po thët kështu, abeja nuk ka marra kështu, abeja gëzohet kështu, nëse fëmij e marrë shumë diçka si të madhërishme. Edhe në një nga ato të ajte, mas namazit sabaj, më ka pas thonë biro, ti po shkon në Egjipt, Allah i ta boni me nasib, me studiue në një prej universiteteve më të njohura në botë, në të dhjetat këto, para se të fillojnë rrymat idioteske me i përçmue, diskreditue universitetet islame para se të fillon kjo lufta, jo bidati, jo xbidati, jo mezhebi, jo hanefia, jo shafia, jo Ibn Tejmija, jo Vehabia, jo Nasruddin Albani, atër jenë bisedubre, jenë trajtu këto sene, po jenë trajtu nga një qaj që i ka ditë më mirë, i ka shpjegu, këthet kështu, po kur une në shpijen teme, betohem në Allahun pej babës tem nuk kum nije, të thënë që këtë djetar zbën, ose qëta do të me lezu, qëta nuk do të me lezu, kur heq, po biblioteka abes tem, edhe jemja këto, hajde thëmë 20-30% librave janë që s'kan lidhjeve me islamin. Librat Kardelit, Marxit, Leninit, Engelsit, Feuerbachut, ati ideologëve të marxizmit, na i kimi lezu edhe këto, dhe dohet të lezohen të gjitha, mos i ikni lezimeve, mos i ikni balafaqimit me ide, shtinin shtëpijen e juve mendimtarët më të mëdhaj të njerëzimit, mosh në bibliotekën tuaj, komunikoni me ta si me i pas miq, vllazni, bashk bisedus në jetën tuaj, lexoje një libër dhe knaqo të e lexu, mos e lexo me paragjykimin, më ka thonë filon hoxha, filon xhamien, filon katunin, se që ky zban dhe ti me qatë perceptiv, me qatë intuit, me qatë paragjykim me lexu djetarin. Ikni pe i këtyne sene. Nejse, më ka pas thonën, para se me shku në Egjipt, biro po shkon në Egjipt, në një universitet për i matë njoftëre në botë, po shkon në dritën, në Azharin, në lullën e diturisë, që i është dhanë njerëzimit nga ta burrat mëdhaj që kanë dalë për atyhet, por porosia jeme është kur mos klasifiko, ky mirë, ky i keq. Veç lexo ato shka tipë në fakultet, edhe më shumë ato shka i gjanë jashtë në për librari dhe biblioteka. Ka kohë kur ti fillon me e kuptuar realitetin e njerëzve shkencës e të islamit. Kryja ato tani si të shkysmet magistrature, doktorature, të atëheri doktoratur, jo të sodit. Mos dalë fort prej kontrolës të me këto tema, me këto dekorata, me këto pralla që bohen sot me temat masterit e doktoraturës, po masi ta krysh masterin e doktoratën e t'janis me i pa borimet nga kunxerën, ta kuptosh usul fikun si këshill e ti, është që une usul fikun muj me thonë se gati përmenç i di të gjitha rregullat pikpamje të dietarëve musliman në usul fik. Usul fikun e një bres si kur hoxha Elhamin, e një. E kam lexu edhe e di se si nxerret një legje, si ndahet universalia, partikurdalia, shkaku, krahasimi, ajo. Usul fiku është zemra, ose është damari, shah damari i njohjes së shkencave islame. Ai i cili nuk e kupton, po flas për shtresën hoxhallare, për dietar, ai i cili nuk e di usul fikun, në temel, jo em dhe të dietarëve në i fjali, cap. Jo, ai i cili nuk e di usul fikun, nuk e nje islamin si duhet. Siç nuk e nje dinamikën dhe islamin sot në njeri, ose thëmë ma mirë. Ata të cilët i lexojnë edhe të konvertuarit perëndimor në islam, islamin e njohin ma mirë. Sepse dinamikat e jetës sot janë, qysh po hec bota, qysh kur mundet me dhanë ndihmën islamit dietarët musliman, ku qysh të kësene. Dhe nga jo ko, une e kam marrë atë këshill shumë serioze dhe kur nuk kam shkue në diskreditimin e këti shteti apo ati shteti apo nejse. Arabia Saudite, presioni i Arabi Saudite miq ka qenë një faktor ndër 6 këta
të cilët i përmenda, që ndikojnë në ndryshimin e qëndrimit amerikan dhe përndaljen e luftës. Bile, Sheikh Mohammed bin Selmani, tash që është alfa dhe omega Arabi Saudite, princi, Mohammed bin Selmani është ai i cili drejt për drejt, mos thëm i ka vënë kusht, jo po pipri shumë hesapet, me i hek embargot Amerika prej ndaj regjimentit të tanishëm të Sirisë. Po, Mohammed bin Selmani, Turqia ka ndihmu qëra ka, por hekjen e embargos ekonomike ndaj Sirisë, Mohammed bin Selmani e ka detyruar Donald Trump, dhe Donald Trump gjatë vizitës së tij që e boni në Riyadh nuk pranoi, nuk pritoi para kamerës me thënë një botnisht. Sa diku të folëm tash për personalitetin e Donald Trumpit, keni me pa, për dallim nga të gjithë presidentët të tjerë në botë. James Monroe, Thomas Jefferson, Eisenhower, Terry Deacon, për ndryshe mujnë me pas ngjashmëri, për ndryshe Donald Trump është krejtësisht tjetër. Dhe aty në mënyrë botnisht tha se zotërio Mohammed bin Selmani, falë qëndrimit të tij, insistimit të tij, ne i hekëm këto embargo, filloi një jetë, një frymë, me marë frymë që kejt bota që involvohet në çështjet të lirisë e Sirisë, fillon të ndjejnë vetën mirë. Edhe Turqia, edhe ata se ka investime, ka kështu. Për këtë arsye, ky Netanyahu i mshoi këtij Katarit, për me prish qëtë konstelacion që po krijohej dhe po e krijonte Trump, edhe me insistimin pra të Turqisë dhe të Arabisë në rastin konkret. 1 trilion e tepër dollar ka fitime tash aty në rindërtimin e Sirisë, ku Katari u vendosë të jetë investitori kryesor, kompani turke të miren me rindërtimin e të tjerave, aty qka kanë me rindërtue, një fitim nga 600 miliard dollar, shuma marramence, me bo një shtet fuqi, me një projekt, me një shtet, kështu me ndërtimin e Sirisë, edhe e prishi këtë marrëveshje, im shoj për kince ata udhëhecit e Hamasit dhe të tjera. Si dhe që tjetë, meqë. Pavarësisht rëndësisë e këtyre presioneve ndërkombëtare dhe rajonale, mu ka bo presion që kjo puna e minutajës, vallahi. Telefonin që ku e maj këto me minuta, edhe sa minuta metën, edhe sa minuta metën, do të munona me i nejt besnik, unë këmë thonë për i nesrit, për i të hanës, ka 30 minuta që aty ko mos ilen, pos në pleshnime me po njerin tërbije, jo po du kështu, jo s'po du kështu, atë mos janë zërni bishtin. Po lodhna të e këshyren. Unë po shpjegoj vlavjem këto, si tha njani lëshanen në atë opcionin 1.5, 1.75, shpejt të folen edhe ju ka përcen minuta ma mirë, ose ngoneve kur para se mera me fjetë, ose se ngonin e emision që javë kallë nervat ose diçka. Lëshane që atë kohë, në televizion, ose këto, ose në kompjuter, edhe ngoje ka dalë, familjarishta, veta, se në këto video nuk ka senet cilat nuk përfitojnë të gjithë, apo mos thash zoti, të fliten fjalë, e tone, e sene, që nuk ban me u dëgjue familjarisht. Edhe të rritë, thonë jo, dëgjani videot, dëgjani. Mos me qenë të dobeshme për juve, vallahi, billahi edhe të Allahi, kur si kisha bo. Pa hargjoj bre kohë, une për të me 8 orë mu pregadit, 2 dit, 1 javë mu pregadit për një video dhe me dalë me thonë këto. Paj, $1.000 mi marë një video s'javlin. A disa është pun e mundimshme. Andaj, kur ju thëmë, shikoni këtë video, shpërndani, bëne subscribe, është për të mirën tuaj 99%, 0.0001% është dobija jemja personale. është dobija sepse unë po e jap zeqatin, po ka komunikim, ndërsjellje, relacion, sen, megjithatë, dobija e dëgjuesit është më e madhe këto. Për çet arsye edhe el ulema warathatul anbiya, pejgamberi thot, atë nëse ka dikush që i trashëgon
këta profetët janë vetëm dietarët të cilët dalin vinë pas tyne. Jo dietarët që spjegojnë vetëm hadith edhe fik, se këta el muteqaddimun, se janë dy grupe, muteqaddimun, muteakhirun, të parët dhe të më pastajshmet, kanë thënë se fjala është veç për ata që i spjegojnë shkencat strikte islame, hadithi, tefsiri, sira, jo. Trashëgimtar të pejgamberve janë dietarët besimtar. Fillimisht do të mi besu Zotit, por ndryshe s'kan shkalypin në atë odë aty, ku përfshin ky hadith, dietarët besimtar të gjitha rrafsheve ditërore të shkencave të cilat i shërbejnë njerëzimit vëllai. Nëse pavarësisht rëndësisë këtyre presioneve ndërkombëtare dhe rajonale, meq unë besoj se ndër arsyet më kryesore që pse presidenti Trump vendosi me nda luftën është pikërisht për shkak të personalitetit të tij si president i SBA-ve dhe B, të s'pëthëm një, dy, A, B, dhe stili i tij i veçantë negociues. Çfarë është ky stil negociues? Tash po kthehena atje ku thash se do të personalitetin me lexu. Për gjatë leximit të personalitetit ti lexon një ngjarje, një epokë, një madhështi. Së pari, Trump nuk është president tradicional si presidentët e tjerë Amerikanë të deritanishëm, të cilët janë mbështetur shumë në mendimet, ekspertizat e ekspertëve dhe këshilltarëve të tyre para se të marrin vendimet e rëndësishme në politikën e jashtme. Trump nuk javë heq bash, e ka atë intuitën e tij, leximin e historisë amerikane dhe të jetës amerikane shumë përpara se të bëhej president. Trump në fakt vjen prej një sfondi si përmarrës dhe që merr vesh shumë në biznes. Bile emni i tij ka kohë që është bo markë dalluese globale në sektorët e pasurive të palojshme, imobilje, pëthëshin në Gjermani, hoteleve, të resorteve turistike dhe të ngjashme. Ata të cilët kam pas fatin në rastin, pak të kushtueshme këto libra, po, ata të cilët kam pas fatin me i lexu librat që i ka shkrue Trump, njerëzit që ja kanë shkrue Trumpit, ku përmenden përvojat e tij, duke diskutuar se si i i zhvillon dhe i përfundon marrëveshjet e biznesit, do ta kenë më të lehtë që të kuptojnë personalitetin e Trumpit si individ, si president, por edhe si negociator dhe insistues i ngjarjeve të pa dëgjuar dhe të pa besueshme deri më tani në lindjen e mesme. Luftën e nali, vlla, luftën, Izraelin e nali, e poshtroi Netanyahun. Arsyet i përmeni pak më vonë. Stili negocius, pra, çfarë është stili? Stili negocius i këtij Donald Trump në tregti nuk është ndryshe nga qasja e tij tash në zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare. Shembull, negociatat e tij të drejt për drejta me talibanët. Imagjinoni, Trumpi e boni këta, me talibanët ulën në tavolinë, edhe e boni. Pastaj, kontakti i tij personal me një udhëheqës taliban për të diskutuar tërheqjen e forcave amerikane nga Afganistani, por për të u siguruar se talibanët nuk do të sulmojnë as Amerikën e as ndonjë vend për rreth aty. Trumpi e boni këtë. Nuk hini aty boltonje, ma beltonje, hajde vet këto e. Për me këshilltarët janë nevojshëm ade,
po lideri është lidera. Tjetër rast, të rasti i Zelenskit. A keni mujt me pa në i herë asi pamje në shtëpin e bardhë. Mund Joe Biden ose Donald, ky Reagani ose Clintoni, ato rituale sikur të ishin fars, sikur të ishin Bibël, lëvizjet e kamerë. Jo, ky vlla si nont, si në zyrën e biznesit. E boni kahër e Zelenskin përshka, Zelenski edhe për më pak edhe i shkurt, kështu, ai aktor është komedian, po pak si cirkus, edhe i shkurt ato kundrat e trasha, të maleve kështu, alpiniste, edhe kur gjësashtu bo, i hupin 1 milion ushtar, e hupi gjysën e Ukrajinës, mbi 30% e Ukrajinës, edhe me kikiriz, si knusi për mi ple. Ja qoj gishten, o ti zotni, ti ka arë ka me lyp në ndihmën, ka arë kështu, ka arë ka, po ka hërsene, nga, se s'ki fuqiti me mujten Rusien. Nuk mundet Ukrajina, nuk mundet Evropa me hy në luft me Rusin, dhe Amerika nuk e shetët domosdoshme me e kall botën për shkak të Ukrajinës. Pse i ke ngue për para vlavia? Pse e mashtruhe? Jo po këneje ka e NATO e që NATO, për shka po do të mere ty NATO s'ki ka qek me mbrojt kufinin tënë. Ose sigur do shtetet vogla. Mos tëm Kosova, pohimi NATO, pohimi kënej, o vlla ti pohin NATO, pohim BE, me marrë në i lëmosh ma të madhe në i se, po qëfar mondet me bohe Macedonia, Malizia, ai tjetër krasuar me Gjermaninë, me Francën, numra, sikur në kombët e bashkume, kur votohet dishka me që gishtat, mu bo 170, 120, numra, asgjë tjetër. Qështu me Zelenskin atje. Me të gjithë, zaten, edhe me liderët evropian. Ka po kani, se Rusia rëzik e pohimin luft e këneje, ka sjep një bugjet, ka vinin shtëpin e bardh edhe pritni me ju prit juve në nivelin tem. Jo më rebor, li kulli me kanin me kal, wa li kulli me zlisin e rijal, thuat një fjallë popullore arabe. Li kulli me kanin me kal, përse cilin ven janë fjallët. Para kamerës folë ndryshe, në gjami do të me folë ndryshe, në emisione televizive hoxhallar do të pregaditën ndryshe, me njerëz ndryshe, kur ta bojnë intervistën me shkrim ndryshe, jo në gjami, jenë televizor, në emision janis, eudhu billahi, bismillahi, kala Allahi, knej, ka sallallahu aleyhi vësallame, para kamerëse, lëni mare këto, se li kulli me kanin me kal. Për çdo vend është fjala, wa li kulli me zlesin e rijal. Dhe për se cilin me zles janë burrat. Burrat janë nod, të tjeret me bo hizmet aty. Edhe liderët evropian, të shku aty në tonë këton, edhe qështo. Me krejt është sil që shë meritojnë. Me krejt. Përveç me Erdoganin. Po dhe me Erdoganin, jo për shkak musteqeve ti, ose për shkak, se da jo plak edhe mos, s'ka takate, kështu e po, për shkak të që ato shka i përmena në fillim. Shumë më marrëmen se 41.6 trilion $. Ej, 13 trilion $, 8-13, më përmirësani të lutem në komentet në qëtë video, në YouTube, më përmirësani, 8-13, është bugjeti i kejtë BE-s. 41. Po kur të përponohen e që kanë 90, 130, paret mëdhaja janë aty. Për këtë arsye Erdogani pritet sikur sultan aty, babloki. Baba sultan shpjethojmë në atë në këto. Presidenti Amerikan pëlqen të bëj marrëveshje të mëdha dhe t'i përfundoj ato sa herë që pala negociuse dëshiron me arrit në marrëveshje. Por, në të njëjtën kohë, është i aftë, i gatshëm, nuk i priton hiç të pranon anulimin e negociatave, të inicion, t'i pret si me sakic negociatat, nëse e sheh se ai tjetëri atje ja ka nisën me lujt besht. Bile, ka rase që i kanë rrej shpulla edhe shkelma, e kush si ka thonë marhaba ose udhamar.
Trumpi gjithashtu e ka një farë mënyre të komunikimit, që ta shku t'ja nisin komente këtë Trumpiste se Trumpi jo me Serbien e Trumpi për në bank në qësh po folë mirë. E di, hekni qëtë mendesi vlavjem. Sa paku në raport me qëto video, bre. Ju lutem, për juve, po flasë. Trumpi e ka një aftësi tjetër gjatë negociatave e përdorat sistemin e tavanit në kërkesat e ti, që është një taktik e fuqishme presioni, edhe në biznes, edhe në jetën e përditshme. Dhe këtë metod, këtë stil të kësaj fjalie e përdori atëre kur shprehit dëshiren dhe gatishmërinë e tij për t'i dëbuar banorët e Gazës dikun në Sina dhe se shtetet e Bashkuarat e Amerikës ta marrin në pronësi rripin e Gazës edhe ta bëjnë njërin prej rivierave vend pushimeve turistike ndërkombëtare më të bukura në botë. Qeveria e Netanyahut, edhe këta i kalon nërhije, edhe hebrejt. Qeveria e Netanyahu vetë janë nisi me i fërku e durët për shkak të qëti propozimit të habitshëm, e të pabesueshëm edhe për Netanyahun, si një zgjidhje përfundimtare dhe e përhershme me problemin e Gazës. Smotri që ai tjetri janë nisën me një herë, e kam pas përmen një herë a dy për para, po si e nitën Trumpin kështu, t'ja nisën edhe ata këta e mi largu palestineste ose bomba atomike, këne e ka, thjesht, ky ishtini, më stëm në kurth, po ishtini në qatë kanal, që ata me thonë ata shka e kanë zemër. Edhe tani, mi ka përveshim, mi thonë ka dale. Pastaj, miq, pas kësaj metode, Netanyahu u qunë kam, i fërkoj dur, ata ministrat e ti ekstrem, janë nisën me e qitet, me vjell atë orejtjem patologjike ndaj Izraelve dhe muslimanve, dhe kjo pastaj ju tha se kjo është një çmenduri. Bile, miq, sigur të Talibanet, me bisedu me Talibanet, bile, me një farë mënyre e njofti ekzistencën e Hamasit dhe si u pa masanej, Hamasit ju lejua t'i mbaj edhe armët. Ama është u i thonë Hamasit, mos pengasën e edhimi se ti s'ki kur gjë në dorë, me i hek ato gërma dhe me i nxerr ata Izraelitit e vrarë. Por mos penga, sepse apet ta mshon Izraeli, apet ta bën këto, apet ta bën këto. Thjesht një mënyrë shumë praktike me i detyrue palët në konflikt për arritjen e marrëveshjes dhe të ngjashme. Kjo ke e para. E dyta, një arsye pse e shtini Trumpin me bë këto, a ju kujtohet? Ky ka pasardhën në pushtet i nxitur nga një bazë bajagi e gjanë popullore në Amerikë që besonte se ka ardhur koha me i dhanë fund luftave, si Afganistan e Irak e atje, që sheboni për para, për ta zvogluar hargjimin e shëbave në botë dhe për të përqendruar në zgjedhjet e problemeve të brendshme, brenda shëbave. Qytetarët e Amerikës, thuhet 29% të votuesve, janë analizat e përafta, ja kanë dhënë votën Donald Trumpit për çeto arsye. Lejnë të hahen mish, ja shka dojnë të bojnë, mos na pengojnë neve këto, na me e rregullue problemet e brendshme. Cilat probleme? Ekonomia në përkeqësim, imigracioni i paleqshëm, rritja e nivelit të krimit dhe të ngjashme dhe të gjitha këto për nën atë sloganin Amerika e para. Sulmet ushtarake të nisura, vetë është metoda tjetër e Trumpit, sulmet ushtarake të nisura nga Donald Trump, ushtria e tij, si një goditje rrofeje mbi Huthit në Yemen, e më pastaj tërheqja prej atyhet, marrëveshja me Huthit, qëre, unë e kësha ju bona,
po unë po tërheqna, po bëj marrëveshje me juve, ama jo nuk keni me i godit anijet ndërkombëtare që kalojnë te Jemeni. Dhe ajo shka e shokoj Netanyahun dhe botën, sidomos hebrejt në Izrael dhe në Amerikë, se në këtë marrëveshje Trumpi me Huthit nuk i përfshijo kënd mbrojtjen e anijeve izraelite, që qojnë mal në Izrael, që shkojnë për Izrael dhe të cilat janë në pronësi 100% të Izraelitve. Pas gjithë kësaj, Trumpi i qepoj edhe Iranit për me i dërgue mesazh të qartë se une muj me të boktahën, por në të njëjtën kohë e ndali duke quë mesazhin tjetër se nuk është i gatshëm që të futet dhe të angazhohet në lufta të gjithanshme me Iranin. Forcën po pjarin objektivat dhe kjo është e kryesorja për Trumpin. Kjo do të thot miq, kjo do të thot se kjo politika e re e Amerikanëve. Në të njëjtën kohë, që to shka po i bën Trump në raport me botën, me Izraelin, tash po flasëm për linjën e mesme, nuk do të thot se Trumpi nuk është mik i përbetuar i Izraelit, ose se e ka braktis miqësin, e ka ndërprej miqësin me Izraelin. Ai është shumë i kujdesshëm kur fillon me fol në raport me Izraelin dhe jo rasisht vizitën e tij e nisim me Izraelin, e boni atë fjalimin e tij në Knesset për t'i konfirmuar Izraelitve dhe kryeministrit Netanyahu se kjo miqësi është e përhershme, mirë po ka ardhur koha e përfundimit të luftës. Pas kësaj, nëse ju kujtohet, Trumpi e dërgoi në rajon emisarin e tij të posaçëm Vitkovin, edhe dhëndrin e tij, një shtëpi që s'ka dhëndër, nuk ka shtëpi thojnë të na, edhe dhëndrin e tij Jared Kushnerin, dy hebrej amerikan, e majtën një fjalim para kujna forcave të mobilizimit popullor. Dhe ku, a mundi me besue, në sheshen e të rëmbyrëve, aty ku Hamasi i vrau ato 1200. Në sheshen e të rëmbyrëve, aty shkoj edhe Netanyahu dhe ke ishte vizita e parë e Netanyahut që shkon qatë pjesë të Izraelit, se s'ka guxu me shkue. Arsyet nuk i di, po s'ka guxu me shkue. Që që Trumpi qka po i thot Izraelitve, jo keni mi nal, keni mi bo, po na jemi hala së bashku. Mënyrë diplomatike, personalitet, po e përshkruaj miq personalitetin e Donald Trump për të thonë, për të herën e tretë, dhe më nuk e përsëriti, në përmes leximit të personaliteteve, shqyqeni si që thash në fillim të videos, keni me pa se qëfar dalin në fush kur ti e lexon me kujdes një personalitet, e sidomos kur nuk e diskrediton me një fjali ose me dy. Se e mshel mo atë kapitull. Valla ky ka bo kufër, ose ky ka bo një far bidatin 1978 hijri. Dhe ky mos lexohet. E mshelti atë kapitull. Një nimet që ta ka ofru Zotit i kera shkelum, ma nuk mundesh me mësue të aj. Pra leximi i Donald Trump nga të gjitha anët e shpërfaq në fakt politikën amerikane në raport me Izraelin, lindjen e mesme dhe me botën, me Ukrainën, me Kinën, me ato. Në një video, inshallah më i me bosante, ka me fol objektivat e këti Donald Trump në Pacifik. Shka është të bo atje me Kinën? Qfar mënyra? O i kalon kejt goj hapur. O nuk ka të ditë kush, a mi besua, mos mi besua. A ke pa ato prallat që dolen e kalypën Nobele. Po çka intereson me Donald Trumpit Nobel? A i ka ishgëzu. Po materialisht, e dini jo sa ipën për Nobel. 10 milion kruna, shka edhe të pare të Suedis. Nëse është një, i merë $900,000 njëni, nëse tashma që është pru, legjmë do këtë në Nobel, 3 vetë do të me marë në secilin lemi.
Alemit të cilat marrin Nobel e dini janë 6. Është kimia, është fizika, është ekonomia, është fiziologjia ose mjekësia, është kjo Nobel për paqë, edhe e 5-ta diçka ke. 6 janë, dhe më thënë, 5 i nëmrova, 6 fusha janë. Bile, ai Nobeli, ai që e zbulon barotin, po dinamitin, atë pasunin që e ka fitue me tanishme, me e shndru me pare tanishme, thuhet se janë nga 3 miliard dollar pej patentave, 300 patenta i ka zbulue, kër e let testament e let që çmimin Nobel me u dhon për 5 fusha, që kjo fusha e paqes futet vitin 1963 mdoket, Nobeli edhe për paqë, po Nobeli i kalon amanet 5. Nejse, meq e dërgon Vitkovin atje edhe Kushnerin, edhe kun të sheshi i të rëmbyrve. Në këtë kohë, izraelitet e falenderojnë, qohën pej gjumi, të tendosur çka po ndodh me politikat amerikane, edhe falenderojnë Trumpin për përpjekjet e tij që të kthehen të burgosurit dhe kufomat e tyre. E që unë mendoj miq, me ndaljen e kësaj lufte, Netanyahu e merr një grosht shumë të fortë, sepse objektiva, po flas politikisht tash, jo si strategji hebreje, që Gaza mu shlyje mu përza. Objektiva kryesore e Netanyahut ka qenë që ta eliminon Hamasin njëherë e përgjithmonë. Bile palla si ka hangër për burgosurit e për dvrarti me i kthye, bash heq. Ajo ka qenë vetëm si karrem. Por synimi i Hamas, i Netanyahut ka qenë eliminimi i përhershëm i Hamasit dhe ja arriti në hamamtyrës. Nuk mujti me arritën as kësaj pas një lufte disa vjeçare. Presidenti i Shebave meq shumë herë, përsa une kum lexua dhe më sta me kum pa, nuk jam nëjfar eksperti që i lexoj ato sene, me gjithë që protokollin e lëvizjes së trupave të përgatitjeve sene bajagi munona me i njoft. Ky Donald Trumpi mbështetet fort edhe në intuitën e tij në marrëdhënie me të tjerët në vendime shumë të rëndësishme. I bën ad hoc. Vendime vendimtare. Për shembull, e përmena tërheqja nga Afganistani, pastaj vendimi i princit të kurorës Arabisë Saudite, pastaj qëndrimet me Donald Trump, pastaj ulja e atyne njerëzve, liderve të Evropës përpara bashkë sikur nxënësat para mësuesit, pastaj takimi ad hoc pa u konsultu përpara me Ahmed Eshar në Riyadh, shtrëngimi i durve me këta, pastaj ftesa e për Putinin me shkue në Alaskë atje, i bën dosene me atë intuitën të cilën e ka të zhvilluar si një afarist, si një biznismen. Vendimet për me u heq embargoja, sankcionet e Shebave ndaj Siris, besoni janë vendime intuitive aty për aty kur flet me Mohammed bin Selmanin. Nuk janë dishka të përgatitura më parë. Përveç kësaj, miq, këmbgulja dhe presioni personal i Trump mbi Netanyahun, kur i kërkoj, më thom e detyroj, me e telefonue nga zyre e tij Katarin edhe me i kërkue falje, që është një precedent i rrallë me bo një diçka të tillë, shtetin e Katarit tani para Amerikanëve, para botës, e pasqyroi si një vend që do të ruhet, se ka një peshë dhe ka një rëndësi strategjike edhe për interesat e Amerikanëve, gjë që bien të ndesh
me vullnetin, veprimet, propagandën e Netanyahut. Gjithas me këtë, për e përmeni ka një herë, kur nuk ka ndodhë, vetëm pas sulmit mbi Katarin, që arabët në nivele akademike, diplomatike, politike, shtresave ndryshme universitare të tregojnë nga dëshmërin për një bashkim kundër Izraelit sa kësaj radhe. Dhe, me gjithë që ky Donald Trump investoj shumë mund dhe ndronte mbase ideja për Nobel lindi me marrëveshjen e Abrahamit, me gjithë që ishte ide, insistim i Netanyahu, i Donald Trump, ideja e marrëveshjes së Abrahamit, Netanyahu i dha fund kësaj historie, i dha fund përpjekjeve të Amerikës që të fusin Izraelin në një familje arabe të pranohet si i barabartë, për të mirën e Izraelit natyrisht, për të mirën e Izraelit, dhe Netanyahu e prishe. E boni lëmsh, e të kërlëmsh, sa që me pa hezituar fare. Disa herë e kam thënë, nuk ka njeri që e ka dëmtue Izraelin dhe popullin hebrej, ma shumë se Netanyahu, dhe nuk ka njeri që ka mujt me ndikuas as Sheikhul Azhari, as muftia e Arabi Saudita, as i Dianetit atje, që ka kish me mujt me ndikue me i bashkue musliman sa ka bashkue Netanyahu. Sukseset e shëbave në vjeljen e parave në gjirin persik, pastaj sukseset e ti në përmes këtyre tarifave, që po i rrit tarifat doganore me Evropën dhe me botën, pastaj qëndrimet e reja të Donald Trump në raport me Francën, Britanin, Gjermanin, Kanadon dhe shumë vendet të botës mike në aleancë të mëparshme e tregojnë një frym të re në politikat ndërkombëtare dhe janë vizatimet, copzat e më kryesore të asaj që unë e quaj mozaik i personalitetit të Donald Trump. SBA-ja, Donald Trump, përveç këtyre të cilat i përmenda, duke e pa edhe një rrezik të cilën pak kush po e përmend, miq, e ndali luftën, se ketë u shku Izraeli. Ikja e Izraelitëve nga Izraeli. A mundi me besu se vetëm në vitin 2024, 82.000 hebrej, me letra, se për pa letra flitet për 300.000, me letra që e kanë lëshu Izraelit, e në mesin e tyre 60% janë milionerat dhe investitorët hebrej që kanë shku me jetue në Izrael, kanë ikën prej Izraelit. Në vitin 2025, numri pritet të trefishohet dhe ajo që është më tragjikja, siç e kam potencuar, me bindje se problemet e Izraelit kanë menisen atë ditë kur të përfundon lufta definitivisht në Gaza. E të po që është u munue me majtën zjarmin, dhez, gacat në bregun perëndimor, për të mos përfundu lufta, edhe mos me shkue në Hag, në gjykatën penale ndërkombëtare. Po, edhe kjo është. E gjithë që do lider nuk i ikin dënimit heq, sepse e bën me vetdije punën që e bën. Miloševićin edhe për gisht kamës me pasvirë, me kryet e poshtë, s'ka pas njeri që e ndalë. Ka qenë i vetdijshëm se ka me shku në Hag. Po, ai mendësia patriotike, fashizoide e ti, ka thonë se une këto jam të e bo për të mirën e popullit tem, edhe shkoj deri ku ka shkue. Tash, ikja e Izraelitëve nga Izraeli është një problem serioz
përqarjet sociale, kulturore brenda, jo ti Ukrainës, jo ti Rusisë, jo ti je hared, jo ti nuk je hared, jo ti ekstremist, jo ti ortodoks, jo ti sekularist, jo ti cionist, janë të marrë frym shumë në Izrael, pra fragmentime i shoqërisë izraelite, dhe une të i pa që të sene, hina dhe pikëshyri do shifra të larguarve nga shteti i tyre. Izraeli për momentin është në vendin e dytë në botë pas Romanisë për nga të ikurit prej vendit të tyre. Nga Romania, ka nikën 2023, 2024 dhe 2025, 290.000 rumun kanë dalë, e kanë lëshu vene. Dikush e ka gjujt pashaporte, dikush po janë deklaru se po e lëshojnë. Venin e dytë vje Izraeli. 2024-2025 teri tash janë që aty 142.000, 148.000. 2023 dhe më tutje ka indikacione se Izraeli do të ballafaqohet me njërin prej tragedive të cilën kur nuk do ta kishte dëshiruar, kur nuk e ka menduar dhe kundër të cilës ka punuar për një shekull. Cila është ajo, kundër të cilës përurjen e hebrejve mrena, përurjen e investitorve, shkrimi aty si hebrej, me nana, me baba, me sena. Kryesorja hajde vlla aty dhe kontribut dhe bane Izraelin kështu. Dhe e fundit, arsyeja ndër kryesore, të i tash i përmena 6 nal që kjo 7. Arsyeja kryesore pse Donald Trump pikërisht tani e ndali luftën është edhe fakti se imazhi i Izraelit në botë ka ra për tokë dhe është i pakthim ma deri, mos të ditë kiametit për edhe për 200-300 vjetë. Izraelitet, hebrejt, Izraeli kur ma nuk ka me mujt, me e këthyje këtë imazh që e ka sot në ato që ka folën gjithmonë si viktim e holokaustit populli hebrej. Viktima e holokaustit sot kur ta këshyr veten në pasqyr i del fotoja e vrasësit makabër dhe të pamëshirshëm, më i pamëshirshme në historinë e njerëzimit. Në këtë pasqyre viktim, në këtë pasqyre kriminal. Dhe këtë i amundsoi Benjamin Netanyahu. Për të ndalë, nëse ka me diçka që ka komu ndalë, Donald Trump e ndali luftën. Dhe, për fund të videos, konsideroj i bazuar në fakte se Donald Trump me vetëdije dhe me fuqien të cilën e ka me ndryshue botën, siç është thonë, mos të më kam thonë, para 7 tetorit 2023, e pas shtatorit 2023, Gaza që të ndryshoj, edhe bota ma nuk do të jetë kur ajo që ka qenë deri para ardhjes së Donald Trump. Lexoni memoaret, lexoni personalitetet botnore, sepse keni shumë çka të mësoni nga aty. Natën e mirë.